Mirëmëngjes të gjithëve. Ju përshëndes me gjithë zemër dhe ju uroj që kjo ditë të jetë shumë e mbarë për ju. Një ekspozitë tejet njerëzore. Ashtu siç është dashuria. Ftoj Shkodrën, por jo vetëm. Të thyej heshtjen që mbulon kujtesën për dy bashortë, dy personalitete në ecurinë e tyre. Një dashuri të madhe që përshkruan për të gjithë vitet e jetës së bashku. Piktori Danish Jukniu dhe bashortja e tij polake doktoresh Danuta. Ata kanë vite që janë larguar nga kjo jetë, por për ata që e njohën, ishte një mundësi për të jetësuar nderimin e tyre. Ishte një mundësi për të ecur në hapat dhe gjurmët që lanë në gjithë ecurinë e një pasurie të madhe njerëzore dhe shpirtërore. Për më të rinjt, ata që nuk patën fatin t'i takonin, është një mundësi e mirë për të takuar me dashurinë, me përkushtimin, me kontributin, me vlerat njerëzore. Është një mundësi për të takuar kujtesën e qytetit. E nisur nga pikërisht kjo mundësi, është hapur një ekspozitë në bibliotekën Marin Barleti, që i kushtohet këtyre dy figurave. Unë sot në studio kam ftuar ideatorin dhe bashk organizatorin e kësaj veprimtarie e cila tërhoqi një vëmendje jo të vogël, historianin Gerardo Nicchiari. Mirëmëngjes, mirë se erdhët. Faleminderit zonja Merita për ftesën, kam kënaqësi të jemi këtu. Gjithashtu dhe për mua. Keni realizuar një aktivitet mjaft të bukur dhe nga ana ime ashtu siç edhe nga ana Shubku që mori pjesë, dua të shpreh edhe një herë përgëzime për realizimin e tij. Do të thotë që ishte jo vetëm diçka frymëzuese, por edhe diçka që ju dha përgjegjësi, apo jo? Patjetër, me fol për një emër ose faktikisht me trajtu një aktivitet, me organizu një aktivitet jo vetëm për një figurë vigane të artit shqiptar si Danish Jukniu, por edhe për bashortën e tij, një shtetase polake që ka jetuar në Shqipëni pasi ata u njohën dhe u martuan në Poloni. Danuta Kosciuszko Jukniu sigurisht nuk është e lehtë, sidomos kur flasim për këtë të funit, kur figura e saj ka qenë plotësisht e harruar, as pak e trajtuar nga historianët, dhe përveç kujtesës kolegeve të saj, ish kolegeve të saj dhe personave që e ka njoft, ishte një figurë që nuk ishte të cek ma përpara. Sigurisht ka qenë përgjegjësi, ka qenë privilegj, por ka qenë edhe një kënaqësi shumë e madhe me procesin e kërkimit, me procesin e hulumtimit, sepse ne që merrena me pjesën e studimeve historike ose me lëmin e kërkimit përgjegjësi, këto janë disa gjëra që na bëjnë shumë entuziast të punojmë. Çfarë ju shtu për të realizuar pikërisht një kërkim rreth këtyre dy figurave? Ishte një përpjekje e kahershme juja, apo ishte një moment ngaherë edhe i rastësishëm që ndez një dritë jeshile dhe që të hap një rrugë jo pa entuziazëm për të kërkuar në një fushë të caktuar, dhe në rastin konkret për dy figura të ndrituna të Shkodrës, por jo vetëm të Shqipënisë. Aktiviteti ose më saktë ekspozita Danish dhe Danuta, një dashuri shqiptaro-polake, faktikisht ka ardhur si nxitje nga një takim që kam pas me ambasadorin e Polonisë në Shqipëri, shkëlqësinë e tij zotin Wojciech Unold, me cilin pata disa biseda
në lidhje me marrëdhëniet historike midis Shqipnisë dhe Polonisë dhe për habin teme, befasin teme, më nxorri në pa një figurë që unë nuk e kisha dëgju më përpara. Dhe më thotë që ka banu në Shkodër, ka kem pra një polake që ka banu në Shkodër në periudhën e diktaturës komuniste, ka kem e shoqja një prej artistëve më të mëdhej të artit shqiptar, Danish Jukniut, dhe kjo gjë faktikisht më dha një nxitje që unë t'i thedhosha më tepër kërkimet e mia, gjatë cilat unë do t'i konkludoj, besoj unë, me një artikull shkencor. Për këtë të funit jam duke bashkëpunu me zotin Albert Nikola, i cili punon pranë autoritetit të dosjeve të sigurimit të shtetit si kërkues shkencor dhe pjesë e bordit atje, dhe po merrena me këtë artikull. Pra nxitja ka ardhur nga kjo bisedë. Manej jam interesu dhe më thellë për rastin, për jetën, karrieren, veprën e doktoresh Danutës. Pra thelbi kryesor i kërkimit tem ka qenë doktoresh Danuta. Sigurisht duke mos lënë hije dhe bashkëtortin e saj, sepse ka qenë një pjesë integrale e jetës saj, sepse vetëm vdekja i ka në për fat keq kur Danuta ndron jetë një mosh s'ka qenë as e vjetër as e re, sepse baba 60 vjeç ajo ka ndron jetë në vitin 1994 dhe me njëherë pra pas saj nxitje fillova të interesohem duke u interesu për njerëz të cilët mund t'jenë kënë ish kolege ose ish koleg të Danuts. U fokusova fillimisht te intervistat. Pse te intervistat? Kërkimet e mia të para në lidhje me figurën e Danuta Kosciuszko Jukneut në burimet arkivore, qoftë në institucionet ku kishte punu apo dhe në arkivat e shtetit, pra në arkivat publik, ishte i pakënaqshëm, sepse nuk gjesha dot dokumente. Dhe midis personave të cilët kam intervistu, pra përveç infermiereve, kolegeve, pediatre, doktoreshave të tjera, ka një zotri i cili trashëgon arkivin e çiftit Jukneu. Për fat keq ata s'kan pas fëmijë dhe me përkujdesjen e tyne në momentet e funit është marrë nipi i Danishit, zoti Petrit i Juknit, cilin dua ta përshëndes dhe t'i shpreh edhe i herë falenderimin edhe mirënjohjen teme të pakursyme për këtë bashkëpunim, pra për ekspozitën, por gjithashtu edhe për entuziazmin e madh që ka tregu qysh në fillim i ide dhe projektet e mia për të përkujtuar disi çiftin Jukneu. Pse ka një rëndësi shumë të madhe zoti Petrit Jukni, jo vetëm si një person i cili ka trashëguar këtë arkiv, por mbi gjitha ka një kujdestar shumë i censhëm dhe mjaft i mirë i këtij arkivi, një arkiv i pasun, i cili mon dokumente, i cili mon pikturat pashfaquna të piktorit Danish Jukneu, dhe kena dhe fotografi, ka një arkiv i cili ka dhe objektet personale çiftit. Pra respekt shumë i madh. Absolutisht. Është një nderim kur njerëz të tillë e vlerësojnë kaq shumë dhe e ruajnë si trashëgimin e tyre, po themi. Kur të çmuar pikrisht këtë ecuri dhe këtë trashëgimni që kanë lënë njerëz të tillë që kanë transmetuar vlera dhe që patjetër përbajnë kujtesën nderuese të familjes, të qytetit dhe të vendit. Absolutisht. Mund të thoni diçka rreth asaj lidhje të bukur që kanë pasur Danish dhe Danuta. Si ishte ajo dashuri që zgjati për gjatë gjithë viteve të jetës së tyre? Si u lidhën dhe si
si vazhdoj, sepse duke mendu që ata nuk ishin të një vendi, njëri shqiptar, tjetra polake, patjetër që do të ketë qenë një vendim shumë i fortë, një lidhje shumë solide që e patundur që ata të vazhdojnë krah njëri tjetrin. Sepse ne e dim në një farë mënyrë sfidat, sepse vetë jemi shqiptar dhe në këtë raste kemi njohur histori të pafundme. Dashuria tyne ka një dashuri shumë e fortë. Kjo gjë vërtetohet edhe nga, ose ne kena prova dokumentare të kësaj dashurie edhe tek vetë arkivi që sot disponohet, që sot zotrohet pra prej zotit Petrit Jukni, dhe nuk ka provë, nuk ka dëshmi më të mirë të kësaj dashurie, e cila u farktu qysh në gjysmën e diku rreth gjysmës 2 viteve 50, kur Danishi ishte student në Akademinë e Arteve në Krakov, ndërmjet viteve 53 deri në 59, si masdosje së tij studentore, e cila është zbulu nga një studius, cilin edhe atë du ta përshëndes, një studius shqiptar i cili punon si pedagog në Universitetin e Varshavës, doktor Rigel Salilin, ka gjetë pra këtë dosje dhe është marrë dhe me përkthimin e këtyre letrave, letërkëmbimeve, pra në vitet 60 ku Danuta i shkruan Danishin nga Krakovi, në atë kohë Danishi punote në kombinatin e tekstileve në Tiranë, dhe nëpërmjet tyne letrave tregohet pra dashuria tyne. Por filloi në vitet 50, gjysmën e viteve 50, në kohën kur në Krakov pati një epidemi të madhe fruthi, Danishi smuret, shkon në spital po shërbente si stazhiere, po shërbente pra dhe me thonë si praktikante. Danuta që në atë kohë ishte studente e mjekësisë, një studente ekselente, një studente e shkëlqyer, të dy ishin shkëlqyer, dhe aty fillon dashuria e tyne, pa pikërisht historia tyne, sikurse e thotë edhe ju në hymjen tuaj, në pyetjen që më adresut, ka pas vështirësi, ka pas tallaze dashuria atyne, sidomos, ose jeta atyne në qift këtu në Shqipëri, sidomos nga pasojat famzeza të politikës diktaturës komuniste pas prishjes me Bashkimin Sovjetik, po dhe pas prishjes me vendet lindare. Pikërisht, pas 68 ku në qiftet shqiptare këto gratë e huaja konsideroheshin si agente ose si spionet huaja. Unë dëshiroj në këto momente t'i drejtohem një letre. Dëshiroj t'i drejtohem në një farë mënyre edhe eksponateve, edhe atyre që janë ekspozitorëve të ekspozitës të hapur në me këtë rast, ku shfaqeshin dokumente autentike dhe është jashtëzakonisht bukur të lexoje në shqip këto letra të shkruara nga doktoresh Danuta në ato vite. Një fragment nga copza të letrës. I vetmi i minim. Kalojnë ditët dhe unë nuk të shkruaj. E atëherë ndjej si diçka më mungon, se nuk kam bërë diçka të rëndësishme dhe pikrisht atë moment mendoj se nuk i kam shkruar minit tim të dashur, i cili kaq shumë po pret letrën time. Po të dërgoj kalendarin e vitit 1962. Mendova se do të më vinte sot letra prej teje, sepse gjithmonë letrat më vijnë të hënën, por nuk erdhi. Kjo është e tmerrshme. Kur jetohet në këtë gjendje pa shpresë, vetëm puna dhe pak mësim, dhe nuk ndjej asnjë nga ndjenjat që pata atëherë kur isha pranë teje. Shpesh kur dal nga shtëpia shoh një qiell dhe ajër si ai i Shqipërisë dhe ndjehem shumë keq, sikur e vjetër dhe e rënduar.
Si duket është një periudhë ku ende doktoresha nuk është në Shqipëri dhe siç e shohim edhe në letërkëmbimet e tjera, ajo interesohet për stazhin, për mundësinë e kryerjes së saj në Shqipëri, interesohet për shtëpinë që e lumturon se Danishi bashorti e ka marrë dhe çdo gjë tjetër që lidhet me imësinë e shëndetit të bashortit të saj, apo jo? Patjetër, pra në fillimin e viteve 60, Danishi tashmë nuk ishte në Krakov, sepse i përmbyll studimet në vitin 1959 dhe Danuta që si duket tashmë kishin një lidhje të konsolidume dhe i kishin dhënë fjalën njëri tjetrit, sepse kjo dallohet fare mirë nga nuk është as e nevojshme të lexohet as mes rreshtave, por dallohet tek përmbajtja e letrës, që duket se i kanë dhënë fjalën njëri tjetrit për martesë në Shqipëri. Është shumë interesume për ta përfunduar pjesën e mbetur të studimeve dhe të mjekësore, siç është pjesa e shtazit në Shqipëri. Kjo është pra shqetësimi i saj i parë. Më pas interesohet për një banesë që ka, unë gjykoj të paktën nga ajo që kam studiu, mund të jetë ka një banesë që Danishi merr në bulevardin Zoguizim duket në Tiranë në atë kohë, dhe krahas pra këtyre nevojave praktike dallohen edhe notat e mallit që kishte Danuta dhe janë sjell mrekullisht edhe në gjuhën shqipe në këtë përkthim që ka bë zoti që ka bë profesor Rigel Salili. Disa prej letrave unë i kam marrë sot për arsye se hulumtimi jem vazhdon ende dhe i kam huazu nga arkivi i zotit Petrit dhe besoj se do të kemi rast edhe gjatë kësaj interviste t'ja tregojmë audiencës sonë. Në të vërtet, doktoresh Danuta, megjithëse çifti jetoi deri rreth vitit 75 në Tiranë, Sakt. Më pas u zhvendosën në Shkodër, sepse kështu ishin politikat dhe rregullat e asaj kohe, por këtu ajo gëzoi një respekt të jashtëzakonshëm, një aftësi dhe intuit të shkëlqyer në punën e saj si mjeke dhe një marrëdhënie tepër njerëzore dhe miqësore me personelin dhe me pacientët e saj. Ju thatë që keni realizuar disa intervista, unë atë ditë me rastin e hapjes kësaj ekspozite, kam parë shumë mjeke të nderume të qytetit ton, mjeke me një ecuri që lidhet me vitet e shkume, sigurisht edhe duhet të kenë qenë bashk kolega në një periudhë të caktuar të tyre. Po përmend doktoresh Elisabeta Sadikun, po përmend doktoresh Greta Naracin dhe mjeke të tjera, të cilat ishin prezente pikërisht në atë ditë. Unë nuk e di se çfarë keni realizuar në intervistat që ju dhe çfarë keni mësuar prej tyre për cilësitë e doktoreshës dhe respektin që ajo ka lënë, por është momenti që t'i ndajmë edhe me publikun që na njeh. Pra, siç e cilësova dhe siç e përshkrova dhe vetë që është në hymje të intervistë, vetë hasa një vështirësi metodologjike me gjetjen e një dokumentacioni që lidhet qoftë me jetën dhe karrierën e doktoresh Danuta në Shkodër, por edhe në Tiranë. Kryesisht në Shkodër, sepse ai ishte interesi jam parësor. Dhe në munges pra të gjetjes dokumentave ende po diskutu me zotin Petrit, po abat zbulim të arkivit ti, u adresova në gjetjen ose në identifikimin e njerëzve të cilët e ka njohur nga afër doktoresh Danutën. Pyetjet janë kanë fare thjeshta, çfarë konsideratash keni pas për te, çfarë cilësish ka pas ajo si mjeke, por gjithashtu edhe disa pyetje tjera më shumë të një karakteri teknik, për të zbulu edhe kronologjin e ardhjes saj në Shkodër, sepse unë nuk kisha nuk disponosh as datat kur kishte ardhur ajo në Shkodër, apo dhe momentin e daljes në pension që
kishte pas një pension disi si para koshëm në vitin 1991, për arsye që ende jam në hulumtim e për mjaft aspekte tjera, sepse studimi jem po vazhdon ende. Dhe cilësit, vlerësimet që koleget e doktoresh Danutës kanë pas për këtë figurë janë kënë të jashtëzakonshme, kanë pas një respekt veçantë, një vlerësim shumë të madh. Është shu për disiplinën e saj punë, sa që shpeshherë ankohej edhe në shtëpi me ata atmosferën e mrenshme që gjetë në spital, që nuk ju dukte taman në rregull ashtu siç ajo e donte, ose me disiplinën e ashpër që ishte mësu në Krakov, por me ardhin e saj ajo i ka lënë edhe më shumë seriozitet punës, ka një fat shumë i madh për Shkodrën pas vitit 1975, që një çift i tillë si Danishi dhe Danuta kanë ardhur këtu për me kontribu në fushat e tyne përkatëse. Danishi në artin e pikturës, ndërkohë që Danuta, pa egzagerim, mund thuhet që ka qenë edhe një nga themelvënëset, një nga themeluset e shërbimit pediatrik shqiptar, jo vetëm në Shkodër, por edhe në Shqipëri sigurisht që ka pas kontribute të posaçme. Pra, pyetjet dhe intervistat që kam zhvillu kanë pas të karakter, më shumë pyetje rreth konsideratave, vlerësimeve që kanë pas ish koleget e doktoresh Danutës, dhe gjithashtu pyetje më pas që lidhen edhe me zbardhjen e disa të vërtetave historike si datat e tjera. Po, me që ju keni gërmuar pikërisht në hapësirën e personalitetit të saj. Ishte sfiduese për jetën e saj, ardhja dhe shkëputja nga vendlindja, dhe si vjoj pikërisht me sfidat e jetës ky fakt. A mbajti ajo lidhje me vendin e saj? Me thonë drejten, nga dokumentacioni, pra qoftë nga dokumentacioni, qoftë edhe nga rrëfimet që kam marrë nga zoti Petrit Junkni, sepse ky ka qenë familjari më i afër që unë kam pyet, sigurisht Danuta ka qenë një person i cili, ose më sa ka qenë pjesë e një kolektivi, përsi që është ai popullit polak i cili nuk kishte se si të mos dilte pa trauma nga lufta e dytë botërore. Baba e saj kishte marrë pjesë në luftën e dytë botërore, në kampin e përqendrimit, ishte rikthy, gjithsesi ka një histori shumë të dhimbshme. Besoj se ju do ta keni lexuar disi edhe tek autobiografia, që ne kena të ekspozume në njënën prej ekspozitorëve tanë të ekspozita, që baba i saj kishte kenë në kamp, mama e saj kishte ndru jetë, Polonia vetë kuptohet një vend i shkatrum pas luftës dytë botërore, dhe sigurisht që kishte dalë me traumë, kishte dalë një person i stepun e i mbyllur në veti gjatë, cila është cilësu gjithmonë intervista që kam bë. Dhe sigurisht që ardhja në Shqipëri ma merr mendje se ishte gjaja më e mirë që mund t'i nolte, sepse kishte gjetë njeriu në zemrës, kishte gjetë shpirtin binjak, edhe kjo gjë ja lehtësonte disi atë dhimbjen dhe atë drojen e mrenshme. Me ardhin e saj në Shkodër, gjëja funi që do të shtoj këtu, sigurisht që ishte një moment edhe më i vështirë për te, por atmosfera që gjeti këtu, sigurisht edhe dashuria vazhdonte të ushqej, vazhdonte të konsolidoj gjithnjë dhe më shumë, përqendrimi i saj tek puna ka bë që të paktën të kalute një periudhë shumë të mirë. Gjatë hulumtimit të kësaj figure, edhe të dy figurave, ju patjetër jeni pasuruar nga këto marrëdhënie me njerëzit me të cilën keni komunikuar, dhe meqense keni komunikuar dhe me familjarin, me nipin, zotin Petrit, ndoshta keni marrë edhe atë si thuash gjurmën që kanë lënë pikërisht këto dy njerëz, jo thjesht si njerëz si nipi i zotit i
profesor Danishit, por edhe si çift, çfarë kanë reflektuar ata tek pikërisht të kjo marrëdhënie dhe familjare? Kanë reflektu sigurisht harmonin, reflektu sigurisht edhe një kulturë shumë të lartë, sepse ne po flasim për dy njerëz të cilët ishin arsimu në një qytet I cili pavarësisht se nollej nanën lindore të Perdes të Ekurt, ishte perëndimor. Ishte një qytet absolutisht, ishte një qytet perëndimor, ishte një qytet I cili qoftë për artin, qoftë për arkitekturën, universitetin më të lashtë. Sigurisht, është një universitet I cili ka pothuajse më shumë se 2 shekuj traditi dhe me lumë 1818 dhe ishte një katalizator për frymen perëndimore aty. Sigurisht dhe tani që ishte arsimu aty ndryshe dhe prej artistëve tjerë që u arsimu në shkolla tjera të linjes, kishte një tjetër rrymë dhe patjetër që kjo është reflektu, mendoj unë qoftë rreth I tij shoqëror, por padyshim edhe tek familja. Më pas vlerat e tyre si çift, sigurisht janë kanë edhe një vlerë e madhe shtume për cilin I cili I ka frekuentu ata. Profesor Danishi është një nga artistët më në zë të pikturës shqiptare. Njëkohësisht një profesor I lëndës dhe shef I sektorit të tekstilit në Akademinë e Arteve të atëhershme, në Institutin e Arteve, për 15 vjet me radhë. Dhe kanë nxjerr artistë të mirënjohur nga nën kujdesin e tij. Por njëkohësisht ai kur kthehet përsëri kontribon në shkollën artistike Preng Jakoba në degën e pikturës. Pikturat e tij gjenden në Galerinë e Arteve Kombëtare, në Galerinë e Shkodrës, por pasi kanë bërë udhëtimin e tyre në shumë ekspozita që lidhen me vende të ndryshme evropiane, por edhe kontinenteve të tjera, në Francë, në Itali, në Gjermani, në Rumani, në Kinë, në Algjeri, në Egjipt, Benjalia Aleksandris ka kënë mashuara. Është një artist I mirënjohur dhe natyrisht si student I spikatur në Krakov, ai merr një kulturë perëndimore, zhgënjehet në fillim që nuk ka shkuar në Rusi, siç e thot në një intervistë, por më pas sheh që Krakovi është një qendër kulturore, një qytet me formim perëndimor. Unë kam zhvilluar një intervistë me profesor Danishin. Meqense ajo ndodhet në arshivin ton, në arkivën ton, kam dëshirë ta sjell zërin e tij. Fiks 25 vite më parë, kur ai ishte I rënduar nga shëndeti, mora një intervistë shumë dashamirëse për gjithë historinë e rrugtimit të tij në formimin dhe shkollimin e pikturës, por dhe në sfidat e tij si artist. Ju lutem regjia, kemi një insert pikërisht me zërin e piktorit të madh Danish Jukniu, edhe me disa nga veprat e tij të shoqëruara. Ju lutem. Gjithnjë kam pas luftë më rëndësishme, kupton. Po them, më duket një nuk di sa vlerë ka kjo fjali që do të them. Po unë për shumë, personalisht edhe shumë piktorë shqiptarë, se ne kontaktoni me njëri tjetrin, e kupton? Edhe shpeshherë më vinte kjo ide mu që unë e bëj pikturën që t'i pëlqej tjerëve. Kur nuk më pëlqen mua,
Më thënë, kjo ishte... Ka një paradoks. Këtu ishte ai paradoksi i madh që unë e bëjsha pikturën, po mendojsha ç'a do më thot ky, ç'a do thot ai, a do pëlqet. Këtu ishte ai paradoks. Artisti vërtet bën një radhë parë, më ja pëlqejnë tjerët, a ka publik që e don as don, kjo është. Kurse neve duhet të unë për vete e kam pas këtë shqetësim të vazhdueshëm. Edhe jam munduar që disi ta zbuzkte, duke bërë edhe atë realizmin ta bëj me vlerë. Mos bëj një realizm sa për të kaluar ekspozitën, rradhën, për të fituar një çmim, për të krijuar një zhurmë, kupton? Jam munduar ta bëj. Edhe vetë fakti që unë në për ekspozitën nuk kam paraqit shumë vepra. Me pak jam paraqit, po jam munduar të kultivoj, të kompozoj mirë, të pikturoj mirë, të zbuloj ato tipa, karakteret, atë përmajtjen, si thonë, që kisha marrë, ta kultivoja sa më mirë. Kjo ka qenë ajo lufta ime e mërshme. Kështu që në vitin 90, kur ndryshoi Shqipëria, unë përsëri e dem sido që tjetë nostalgjia për të kaluarën kishte ngel tek unë edhe unë. Nuk kërkova të bëhem i modës në të kuptimin që hajtë që tash ishte modës piktura abstrakte dhe do bëjmë piktura abstrakte. Unë nuk e mendojsha kështu punë. Se e disha që është një absurditet edhe kjo që dje isha realiste, sot bëhem abstrakt. Sepse në vlerësimin e veprës ka vepra realiste të dobta, ka dhe vepra abstrakte të dobta. Ka vepra realiste të mira, ka dhe abstrakte të mira. Kështu që për të bërë një pikturë abstrakte të mirë, nuk ishte kollaj, pra, ishte pa aq vështirë sa që ishte për të bërë një pikturë realiste të mirë. Kështu që u mundova të, domethënë, ta lidhi krijimtarinë time me atë që kisha lënë kur u ktheva nga shkolla. Domethënë, mundësisht të lidhem me atë. Edhe fillova të punoj. Një kujtim i vyer, ne kemi edhe intervistën e plot, por gjithsesi shkputem diçka nga ky moment. Intervista është realizuar më 17 maj 2001. Artisti ndron jetë në shkurt të 2003-shit. Në ekspozitën e zhvilluar pak ditë më parë në bibliotekën Marin Barleti ishin edhe ish kolegë të tij, të cilët dhanë përshtypje, apo jo, besoj se pasuruan figurën e profesor Danishit. Sigurisht, aktiviteti ishte tejet i mbushur me surpriza, përveç se paktën si që gjykoj unë edhe bashkëpunëtorët e mi ishte tejet i suksesshëm. Surprizat ishin shumëta, shumë bukura. Skulptori Muntaz Dhrami ishte i pranishëm. Ishte i pranishëm skulptori Muntaz Dhrami, ishte pranishme gjithashtu edhe një ish studente që më vonë bëhet edhe pedagoge në Akademinë e Arteve, Arminda Laçej, po kështu edhe një kritik, edhe kritiku i artit zoti Agim Janina, kishin ardhur në mënyrë të posaçme nga Tirana për të marrë pjesë në aktivitetin ton modest, por që nga rëndësia që mbart kishte për masa të mëdha, sepse në thelb qëndronte për kujtimi i këtyre dy figurave shumë të rëndësishme që kanë kontribuar për qytetin ton, por edhe për Shqipërinë. Dhe emri i tyre është i skalitur në histori pa dyshim. Dhe hapja pra u bë nga drejtuesja e bibliotekës publike Marin Barleti, zonja Lede Adushi, të cilën duhet ta përshëndes dhe duhet t'i shpreh përsëri mirënjohjen për mbështetjen e pakursyme të kësaj ideje dhe të organizimit që bëme për ekspozitën e Danishit dhe Danutës tek institucioni që ju drejton. Më pas dhe e hapi pra aktivitetin duke lexuar një letër të Danutës dërgu Danishit. Më pas, siç po thosha, hap fjalën e tij shkëlqësia e tij zoti Wojciech Unolt, i cili mes të tjerash difton edhe piknisjen e interesit tij ose të këshërisë së tij me figurën e
Danutës dhe të Danishit. Fillimisht kur kishte ardhur në Shqipëri një vit më herët, kishte vure në ambasadë një vizatim që ishte dhuruar në vitin 2010 nga Max Velo. Dhe e kishte mahnit për nga stili, sepse ju duk tepër moderne për kohën, sepse ai vizatimi që ishte dhuruar nga Max Velo në vitin 2010 i përkiste një profesori që i kishte dhënë mësim danish Jukneut në Krakov. Dhe ky profesori kishte vizituar Shqipërinë nëpërmjet viteve 55-56 dhe ja kishte dhënë dikujt, pra këtu në Shqipëri kishte mbërrit në durët e Max Velos dhe Max Veloja ja kishte dhuruar në mënyrë simbolike ambasadës. Gjithë ky rrëfim që sapo thash ishte i shënuar në Shqip nëpërmjet një shkrimi, gjithmonë me dorën e Max Velos. Zoti Wojciech Unold evidentoi këtë fakt, e kishte marrë me vedi posaçërisht nga ambasada për mia tregu publikut të pranishëm në ekspozit këtë vizatimin, dhe gjithashtu rrëfeu që pikërisht kjo kishte shërby pra si guri i parë i gjithë kësaj ngrehine të madhe të interesit ti që më vonë na hapi edhe neve perspektiva të reja që të merrena dhe të përkujtojmë këto dy figura. U interesu kush kishte ken Danish Jukneu dhe gjithashtu edhe bashortja e tij që kishte rastisht ishte një polake. Dhe më pas vazhdoj me falenderimet e mia. Më vonë ishte momenti më i bukur, sikurse e thash, ishte kjo surpriza që na erdhi nga Tirana. Pra zoti Muntaz Dhrami, Ardita Laçej dhe kritiku i artit Agim Kastrati, Agim Janina, m'falni, secili dha komentet dhe fjalët, thanë fjalët e tyre për të vlerësuar figurën e Danish Jukneu dhe gjithashtu të doktoresh Danutës. Skulptori Dhrami kishte një histori personale dhe familjare me të dy, në fakt, nëse mund shprehem kështu. Danishi jo vetëm kishte ken kolegu i tij i ngushtë, sepse zoti Dhrami është, më duket, 2 vjet më i vogël se sa Danishi. Pra një moshë tepër të madhe duhet vlerësuar shumë, edhe duhet më shpreh dhe shumë mirë njohje që erdhe nga Tirana, pra një moshë 90 vjeçare për të marrë pjesë në këtë aktivitet. Dhe përveç se na tha përvojën e tij si kolegi Danishit, na rrëfeu gjithashtu dhe një fakt që lidhet me Danutën dhe lidhjen që ka Danuta, po themi, me familjen e tij. Sepse Danuta në kohën kur ajo kishte shërby në Tiranë si mjeke pediatre, i kishte prit 2 fëmijë. Kishte asiston në lindjen e 2 fëmijëve. Sakt. Kjo ishte një gjë shumë e bukur. Këto janë gjurmët e pashlyeshme që jeta u adhuron të tjerëve, jo thjesht si kujtim, ose një pasuri e vyer. Si mendoni, çfarë përfaqëson pikërisht çfarë përfaqëson këto dy jetë në kontekstin shqiptar? Çfarë vlerash të rikujtimit dhe rijetësimit meritojnë ato? Përveç aspektit, personalisht mendoj se përveç aspektit profesional, pra të dy kanë dhënë në mënyrë të pashlyeshme shumë për fushat e tyre përkatëse, sikurse thash më herët, doktoresh Danuta ka një nga themelueset, po themi, të paktën si vlerësohet prej tjerëve, njerëzve kompetent të fushës, një nga themelueset e shërbimit pediatrik në Shqipëri, në Shkodër, pa diskutim, sepse ajo përveç se ka kënë mjeke pediatre, ka kënë edhe shefe e reanimacionit, nga 76 deri në 91-shin, po kështu edhe Danishi ka kënë një nga themeluesit e artit modern shqiptar me atë frymën perëndimore që solli në Shqipëri pas diplomimit të tij në Krakov dhe spikat ste nga
në raport me kolegët e tij tjerë, pra që kishin studiu në vendet e tjera të lindjes, pra përveç aspektit profesional që është ky, në anën tjetër gjykoj unë ka dhe një veçanësi, është një çift shumë unik në vetvete brenda kontekstit historisë shqiptare në gjysmën e dytë të shekullit 20, pra në vitet e diktaturës. Sepse pavarësisht kësaj politike shumë tash përqendrohej shteti komunist edhe ku shumë veta u intimiduan ndaj çifteve shqiptare, po themi të huaja. Po, këtyre martesave ndërkombëtare, nëse mund t'i quajmë kështu, shumë veta janë intimidu, shumë veta janë friksu, në dina që ka pas edhe divorce shumë të bujshme në atë kohë të personaliteteve shqiptare, gratë e huaj, drama të fuqishme të ndarjes së familjeve nga fëmijët. Sigurisht, mjafton me pa dokumentarin e famshëm që pati buj Shqipni më duket vitin 2006-2007. Por ka edhe shembuj të tillë. Ka edhe shembuj të tjerë, patjetër. Ju si historian, por dashuria aty ne ka mbjetu, pra pavarësisht gjithë këtyre intimidimeve, gjithë këtyre friksimeve, gjithë presionit dhe turistnisë të madhe politike, dashuria aty ne ka mjetu, është forcu dhe kanë rrit që të punojnë dhe të japin këto kontribute. Kjo për mua është diçka tepër unike që e vlerësoj si në raport pra me historinë. Sa rëndësishme është që të evidentohen figura të tilla për jetën, jo vetëm për jetën e komunitetit, por edhe për shoqërinë tonë. Në kohë edhe sfidash, sepse të theksohen vlerat e njerëzore, vlerat e familjes, vlerat e identitetit. Është diçka e madhe që shpeshherë edhe ka dukuri lëkundje. Jo vetëm që është një detyrim, mendoj unë, profesional nga ana jeme, sepse unë merrem me histori dhe për mua është një obligim profesional, qoftë nga detyra që të përkujtoj këto lloj personalitetesh dhe figurash, por është edhe një detyrim qytetar që e ka çdo kush, besoj, që në rastin ton, pra konkret që po diskutojmë këto figura, jetojnë në Shkodër dhe janë pjesë e këtij komuniteti. Janë njerëz të cilë duhen përkujtuar nga çdo kush, janë njerëz të cilë duhen vlerësu dhe mbi të gjitha, kjo është edhe arsyeja e dytë pse duhen kujtu, mendoj unë, veç shemujt e tyne janë pika referenciale, janë pra modele që duhen njek, janë modele cilat ne duhet përpiqena që nëpërmjet atyne virtyteve dhe të vlerave që i kanë shpalos me gjithken dhe gjatë karrierës tyne ne duhet të imitojmë. Ka kanë pasioni për punën, disiplina, dashuria për njerëzit, shumë bukur e thot. Pra janë këto vlera dhe virtyte dhe patjetër edhe fakti që janë kanë tepër të dhënën pas qytetit të Shkodrës, sepse vetëm pasardhjes tyne në Shkodër, mendoj unë që ata kanë arritur që të lullzojnë në mënyrë ose të shpërthejnë në ato profesionet e tyne. Pra, Danuta fillimisht ishte mjeke pediatre në Tiranë, por vetëm në Shkodër bëhet shefe e reanimacionit, çka do të thotë se lartësohet edhe nga ana detyrës, po kështu edhe Danishi shikohet të paktën nga rrëfimet të ndryshme që kanë zbuluar për gjatë gjithë jetës. Patjetër. Ju keni sjell edhe disa letra të cilat koha i ka zverdhur, por i ka bërë edhe më të vlefshme. Sigurisht, shumë bukur e thot. Faktikisht kjo është një koleksion letrash ose një pjesë e letër shkëmbimit që Danuta i dërgote Danishit dhe janë rujt në mënyrë shumë fanatike dhe tepër të kujdesshme nga zoti Petrit Jukni, dhe një pjesë e këtyre letrave shërben edhe si hyrja e ekspozitës që qëndron e hapur Bibliotekën Marin Barleti deri me datën 25 maj. Ekspozitori i parë i kësaj ekspozite ka këto letra të tilla. Bëhet fjalë për letra në polonisht, të cilat janë shkruar nga doktoresh Danuta
në fillimin e viteve 60, nga viti 1961 deri në vitin 1962. Veni ku janë shkrujt është, në rast se mund shikohet këtu, është Krakowi, pra Krakowi i viteve 60 dhe janë gjithashtu edhe zorfat original që janë të ruajtur një mënyrë shumë të mirë, me pullat e postës së kohës dhe nga Polonia. Arsyeja kryesore pse ne kena menu për me e hap ekspozitën me këto letra, pra me këtë fragment letër shkëmbimi, lidhet me arsyen se nuk ka dokument më të mirë që ne sot disponojmë, që fakton dhe dëshmon, pasqyron dashurinë e tyre që më vonë do të konsolidohet, do të ushqet dhe do të zgjaste për dekada me radhë. Nderim kujtesës së tyre. Dhe unë shpresoj që kjo veprimtari të jetë në vazhdën e studimit tuaj, por të jetë edhe pjesë i një vazhde tjetër që ndoshta qyteti i kujton me shumë dashuri dhe respekt njerëz dhe kujtesa e qytetit. Sa gjana të bukura dhe thesare mund të gjesh në Shkodër. Ndaj ju falenderoj shumë për iniciativën tuaj, për hulumtimin, për studimin tuaj, për realizimin e këtij aktiviteti dhe gjithë përfshirjen e bashkëpunëtorëve dhe pjesëmarrësve në këtë ekspozitë që shpreh këtë rrugë të bukur jete që blatohet nga dashuria. Danish dhe Danuta Jukniu. Ju falenderoj shumë që ishit sot në Mirëmëngjes Shkodër, shumë respekt për seriozitetin dhe për kushtimin tuaj. Ju falenderit edhe nga ana e atyre që na kanë ndjekur. Ju falenderit juve shumë. Falenderit.